Afërdita Demaku thot se e ka djalin më të mirë në estradë. Këngëtarja e njohur e muzikës popullore është parë së fundmi në Brot, ku shoqërohej nga djali i saj, Gjano Demaku. Ashtu si nëna e tij, edhe Gjano është i përfshirë në botën e muzikës dhe tashmë ka disa vite që performon në skenë, duke fituar përvojë dhe duke ndërtuar hap pas hapi karrierën e tij artistike. Në një fotografi të shpërndar, Afërdita ka shprehur hapur krenarinë e saj për të birin, duke e cilësuar si më të mirin e estradë. Ky deklarim i saj ka ngjallur interes dhe komente pozitive në rrjetet sociale, ku ndjekësit e kanë mbështetur për lidhjen e ngushtë që ka me djalin. Përveç emocionit të ndar, këngëtarja u vure edhe për pamjen e saj elegante dhe në formë, duke dëshmuar se vazhdon të mbetet një figurë e dashur dhe admiruar e skenës muzikore shqiptare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.